Lëvizja vetëvendosje ka ngec në 14 shkurtin e vitit 2021. Pse? Sepse në 14 shkurtin e vitit 2021, qytetarët e Republikës Kosovës, lëvizjen vetëvendosje e kanë votu me 51%. Çka i bjen kjo? Kjo i bjen që qytetarët e Republikës Kosovës kanë votu që lëvizja vetëvendosje këndo që e bën kandidat për krye parlamentar, këndo që e bën kandidat për kryeministër, ai kandidat ka lënë, sepse janë mbi 61 vota. Madje me këtë ofertë lëvizja vetëvendosje ka dalë në zgjedhje. Ka thonë po na vyn 51% prap bile më shumë, 500.000 zemra. Por populli i Kosovës, ti që pengon këtë video, nashta jo bashkëte, po kojshia jëtë, ta vllohë jëtë, ta dikush jafër mi joti, ka thonë ju. Ka thonë nuk po du lëvizja vetëvendosje me vendos me vot qa dën vetë, mi morë këtë institucionet. Po du lëvizjes vetëvendosje mi adhon 42%. Çka i bjen 42%? 42% i bjen 48 deputet në kuvend Kosovës. Me 48 deputet nuk mënesh me zgjedh kondush të krye parlamentar as kryeministër. Po i bjen që populli i Kosovës, unë, ti, kejtë që pengoni qëtë video, 48% të tjerë, kemi thonë, a bën ju më ullë me folë me dikon tjetër për me zgjedh institucionet e Kosovës. Këta po thojnë jo zbën, veç që shtojmë na. Me këtë logjik, lëvizja vetëvendosje po dënë me bo Albulena Haxhiun kryetare të parlamentit, Albin Kurtin kryeministër, e kur të vjerani të presidentja, mbojnë i frymën, mos u abetni, do ta propozojnë Dejona Mihajlin për presidentet e Republikës. Sepse thojnë i kemi 42%, edhe bëjmë çka dojmë. Po, unë e kom vesh një thirrje për këtë qytetarë të Republikës, për këtë që për çfarë do arsye nuk dëni që një parti mi u thejë gjitha institucionet e Kosovës, mos u tutni për lëvizje vetëvendosje, nëse dojnë me shku në zgjedhje, shkojmë prapë zgjedhje, i kallëzojmë Dejonës që nuk mundet më bë presidente, i kallëzojmë Albulenës që s'mundet më bë kryetare parlamentit.